Ko pas kohe është ekspozita nga Marko Pietrakupa, që do të çelësonte në orën 19 te Galeria e Artit Tiranë. Ekspozita bashkon imazhe të marra nga artisti gjatë vizitave të tij në Tiranë, një qytet që i paraqitet objektivit të tij si një palinsest epokash, stilesh dhe kontradiktash. Një ekspozit fotografike dhe prezantim i librit Saga e Dinejve, çamët që bën histori, nga Luan Rama, do të mbahet në 18 shtator në orën 18 në Hotel Tirana në kryeqytet. Vijon të qëndrojë hapur në Qendrën e Artit Agimi në Tiranë. Ekspozita shëtitse me 10 finalistët e edicionit të 5 të konkursit fotografik mbro dhe promovo. Më pas, ekspozita do të udhtojë drejt Parkut Arkeologjik Kombëtar Apolonia, ku do të qëndrojë hapur deri në fund të muajit tetor. Një sër aktivitetesh po vijojnë të mbahen në Pallatin e Kongreseve në Tiranë në javën kulturore të Arabisë Saudite. Sot dhe nesër do të ketë diskutim për disa libra, shfaqje teatrore dhe performancë bashkëkohore, si dhe një simpozium për muzikën. Simpoziumi ndërkombëtar i skulpturës në park vjen në Korçë nga 18 deri në 27 shtator. Artistë dhe skulptorë nga mbar bota bashkohen për të krijuar vepra unike, duke pasuruar edhe më tej Muzeun e hapur të skulpturës. Komedia Pleqëri me kusure e autorit Fjerak Odise Plaku dhe me regji të Eliona Thomarajt rikthehet me 2 net të tjera në skenën e teatrit Byllis në Fier në 18 dhe 19 shtator në orën 19. 3 net me serenata dhe miqësi do të vinë në Korçë në Korça Serenades Festival në 18, 19 dhe 20 shtator. Filmi What the Fin, bazuar në librin e njohur të Martin Musser, prezantohet mbrëmjen e nesërme në orën 18:30 në Gathe Zentrum në Tiranë. Regjizori Stefan Vesvrele sjell një film për fëmijë që është njëkohësisht emocionues dhe i ndjeshëm. Filmi do të vijë në gjermanisht me titra në anglisht.